i nderuar kryetari i Kuvendit të Shqipërisë zoti Niko Peleshi, të nderuar kolegë deputet, po paraqesim projekt rezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2024. Kuvendi i Shqipërisë, duke mbajtur parasysh rolin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në garantimin e pavarësisë, llogaridhënies, disiplinës, statusit dhe karrierës së prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, duke nënvizuar rolin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në emërimin, vlerësimin, ngritjen në detyrë, transferimin dhe vendosjen e masave disiplinore për prokurorët e gjitha niveleve, duke mbajtur parasysh rolin kyç të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorit, duke mbajtur në konsiderat rolin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë në miratimin e standardeve të etikës së prokurorëve dhe të rregullave të sjelljes prokurorëve, si dhe mbikëqyrjen e respektimit të tyre, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë me Shkollën e Magjistraturës për trajnimin vazhdues të prokurorëve dhe emërimin e prokurorëve pas diplomimit në Shkollën e Magjistraturës, në vlerësim të raportit paraqitur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbi veprimtarinë e tij për vitin 2024, në përmbushje të rekomandimeve të dhëna dhe debatit të zhvilluar rreth tij, konstaton zhvillimin nga Këshilli të 38 seancave plenare dhe nxjerrjen e 300 vendimeve, përfshi dhe miratimin e ndryshimit të 5 akteve nënligjore me qëllim mirëfunksionimin e sistemit të prokurorisë në tërësi, rritjes së performancës të trupës së prokurorëve dhe promovimit të tyre bazuar në integritet, profesionalizëm dhe meritokraci, përditësimin dhe konsolidimin e databazës elektronike nga KLP për gjendjen reale të burimeve njerëzore në funksion të garantimit funksionalitetit të zyrave të prokurorive përballë vakancave të shumta të krijuara nga procesi vetingut dhe lëvizjet në sistem gjatë vitit 2024. Realizimin e ndryshimeve në rregulloren për vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve në funksion të përmirësimit të efikasitetit dhe thjeshtimit të procedurave të vlerësimit, fillimin e procesit të bllokuar të vlerësimit etik dhe profesional me miratimin e 9 raporteve të para, ku përfshihet një raport vlerësimi për drejtues, një raport vlerësimi të përshpejtuar dhe 7 raporte vlerësimi periodik. Realizimin e procesit të verifikimit të kushteve ligjore për pranimin e kandidatëve në programin e formimit fillestar të Shkollës së Magjistraturës për vitin akademik 2024-2025 dhe përcaktimin e kuotës për 25 kandidatësh për profilin prokuror. Zhvillimin e procesit të verifikimit të pasurisë figurës dhe kushteve të tjera ligjore për 23 kandidatë të diplomuar në profilin prokuror nga Shkolla e Magjistraturës përmes miratimit të vendimeve individuale dhe listës përfundimtare të kandidatëve për kandidim për emërim si prokuror. Miratimin e transferimeve me pëlqim me prioritet për të adresuar mangësitë në burimet njerëzore në disa prokurori. Realizimin e procedurave për ngritjen në detyrë për 3 prokuror në kuadër të procedurës së ngritjes në detyrë të drejtuesve të zyrave të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm. Realizimin në kohë i të gjitha procedurave të përzgjedhjes së kandidatëve nga ana e Këshillit për plotësimin e 3 vakancave të fundit për pozicionin e prokurorit në prokurorinë e posaçme, nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë në pozicionin e prokurorit në prokurorinë e posaçme. Trajnimin e çështjeve nga KLP të paraqitura nga ILD mbi procesin e llogaridhënies së prokurorëve gjatë vitit 2024 janë si mposhtë zhvillimin e 3 procedurave disiplinore të paraqitura nga ILD, duke përmbyllur një procedurë me vendim përfundimtar, 2 procedura disiplinore pa një vendim përfundimtar për shkak të shkarkimit nga procesi vetingut dhe humbjes së statusit të magjistratit, dhe një procedurë disiplinore në proces trajtimi për vitin në vazhdim. Përmirësimin e komunikimit institucional përmes faqes online dhe rritjes së komunikimit me median. Nisjen e procesit për hartimin e strategjisë së komunikimit me median dhe caktimi i një antari të posaçëm përgjegjës për marrëdhëniet me media. Zhvillimin e mbledhjes së përbashkës vjetore në kuadër të bashkëpunimit me KLG dhe miratimin e rregullores për bashkimin e procedimeve disiplinore në rastet ku një prokuror dhe një gjyqtar janë të përfshirë në të njëjtën shkelje disiplinore. Kuvendi i Shqipërisë rekomandon që Këshilli i Lartë i Prokurorisë për vitin 2025 në përmbushje të detyrave të ngarkuara me ligj të angazhohet veçanërisht edhe në këto drejtime. Të zhvilloj brenda vitit 2025 një analizë mbi reflektimet ndaj gjetjeve dhe rekomandimeve të dhëna në raportet e Bashkimit Evropian për sistemin e drejtësisë dhe posaçërisht për punën e KLP-s, si dhe përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara në angazhimet e marra nga shteti shqiptar në kuadrin e procesit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
të reflektoj mbi rekomandimet e Bashkimit Evropian për vlerësimin dhe miratimin e mekanizmave garantues për unifikimin e standardeve dhe kritereve të përzgjedhjes së anëtarëve jo magjistrat me ato të magjistratëve të Këshillit për të siguruar një nivel më të lartë transparence dhe konkurrence të drejtë për drejtë dhe përfundimet përkatëse t'ia bëjë të njohura kuvendit brenda dhjetorit 2025. Të vijoj angazhimin aktiv për përmbushjen me efektivitet të angazhimeve institucionale lidhur me detyrimet në kuadër të raportimeve gjatë procesit të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Të përmbyll miratimin e gjithë akteve nënligjore të mbetura në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi brenda vitit 2025. Të konsideroj prioritet të punës së tij rritjen e përgjegjshmërisë, angazhimit dhe eficiencës së punës të anëtarëve dhe stafit të Këshillit për të ndryshuar situatën lidhur me vlerësimin etik dhe profesional të prokurorëve, duke rritur ndjeshëm numrin e raporteve analitike të vlerësimit për vitin në vazhdim. Lidhur me përmbushjen e kësaj përgjegjësie ligjore, të informoj Kuvendin me një raport të veçantë për këtë në muajin dhjetor 2025. Të zhvilloj një analizë të dedikuar të Këshillit për situatën aktuale dhe përcaktimin e masave të mundshme për plotësimin e vakancave të përkohshme dhe të përhershme të prokurorëve në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, përfshirë këtu dhe miratimin e masave për efikasitetin e shpërndarjes së barabartë ngarkesës për prokuroritë në të gjitha nivelet. Të hartojnë bashkëpunim edhe me zyrën e prokurorit të përgjithshëm, metodologjinë lidhur me strategjinë dhe masat konkrete që do të merren për të zvogëluar stokun e prapambetur të çështjeve në hetim në të gjitha nivelet, mbështetur dhe në përvojën kjo të KLG-s dhe për këtë të informohet Kuvendi brenda muajit nëntor. Të intensifikoj masat për procesin e digitalizimit të arkivave të sistemit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe të bashkëpunoj me prokurorin e përgjithshëm për ruajtjen, sistemimin, digitalizimin e arkivave të sistemit të prokurorisë në tërësi. Të vijoj bashkëpunimin me inspektorin e lartë drejtësisë, duke i propozuar brenda muajit nëntor 2025 vlerësimin e Këshillit për inspektimet tematike për vitin në vazhdim, trajtimin në kohë të çështjeve disiplinore dhe komandimin e inspektorëve magjistrat pranë ILD-s. Të forcoj bashkëpunimin me shkollën e magjistraturës për emërimet, formimin fillestar dhe atë vazhdues të prokurorëve, përfshirë përmirësimin e përmbajtjes së kurikulave të trajnimeve sipas nevojave të sistemit, të miratoj rregullat dhe mekanizmat e domosdoshme lidhur me trajtimin e rasteve të konfliktit të interesit. Ju ftoj ta votojmë të rezolut. Faleminderit. Faleminderit zoti Çomo. Janë depozituar gjithsej 17 pyetje për kryetaren e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Zoti Samir Koreshi 3 pyetje, zoti Besar Xhaferi 3 pyetje.